Zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali, i cili arsyetoi propozim ligjin e quajtja të zgjidhje historike me të cilën pas 24 vitesh përfaqësimi i drejtë rregullohet me ligj. Përkundrazi, ky ligj synon që përfaqësimi i drejtë dhe meritokracia të ecin së bashku, sepse institucionet më të forta janë ato që janë njëkohësisht profesionale dhe përfaqësuese. Një tjetër aspekt i rëndësishëm është fakti se ligji është harmonizuar me rekomandimet e Komisionit të Venecias. Kjo do të thotë se nuk kemi të bëjmë me një zgjidhje të improvizuar apo partijake, kemi të bëjmë me një zgjidhje që është në përputhje me standardet evropiane dhe me parimet e shtetit juridik. Halil Snopçe nga fronti evropian kritikoi se propozim ligji nuk është i mirë dhe se është vetëm një zgjidhje formale. Formalisht kemi një ligj pro forma, por realisht ky ligj nuk i plotson edhe një standardet, nuk ka mehanizma detyruese, nuk ka mehanizma obliguese, nuk ka afate që parafsheh zbatimin e ligjit. E dini çfarë? Partnerit tuaj në qeveri, VMRO-DPMRES, i konvenon një ligj formal. Konvenon një ligj me cilin pro forma do e mbajë status quo. Për këtë replikoi Adnan Azizi nga Vlen, i cili tha se nuk duhet të minimizohet ky ligj që buron nga marrëveshja kornize Ohrit. Dhe ju kisha lutë që me simbolika politike për të sensibilizuar masën me një retorik politike dhe me gjuhë folklorike mos të tentohet të minimizohet një propozim ligj që është historik dhe jetik për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Skender Exhepi e quajti propozim ligjin skandaloz dhe të papërdorshëm. Për që një propozim ligj i suksesshëm duhet krijuar mekanizma të cilët e garantojnë këtë sukses. Mekanizmi i parë është të ketë përfaqësimi i drejtë gjatë punësimit kuota etnike. Në mungesë të kuotave etnike hodhën në kosh plehrash këtë propozim ligj. Gjatë punësimit, nëse nuk ka kvot e cila e garanton komuniteteve që të punësimi adekuat tjetë edhe për to, bëhet i papërdorshëm ky propozim ligj. Sipas dispozitave, përfaqësimi i drejtë në institucione duhet të bazohet në të dhëna reale nga regjistrimi i fundit dhe në nevojat konkrete për punësim.